Sëmundja e murtajës ka prekur edhe një fermë në fshatin Shuhec të Devollit, duke u bërë vatra e 5 të konfirmuar zyrtarisht në të gjithë Shqipërinë. Nga murtaja janë prekur rreth 160 bakti, ndërsa 15 kanë ngordhur. Në fermën ku janë evidentuar rastet, kanë shkuar përfaqësues të shërbimit veterinar rajonal të Korçës, ndërsa ferma është vënë në karantinë. U dërguar gjak në laborator. Erdhi analiza mbrëm, na erdhi përgjigja në sot po marrim masë për eliminimin e tyre. Në fermat e tjera, të cilat janë komshi ose ngjitur me këtë fermë, nuk kemi asnjë lloj problemi. Tani për tani. Vatër tjetër të fermat tjera nuk kemi. Zona 3 kilometra që përfshin fshatrat Rakick, Zagradese dhe Shuhec, që nuk të lëviz asnjë lloj kafshë. Për arsye se është zonë me risk shumë të lartë. Murtaja e ruminantëve të vegjël ka prekur 263 bakti në 2 ferma në fshatin Polen të Skraparit. Shefi i sektorit të veterinarisë, Ilirian Ramaj, thotë se fermat janë vënë në karantinë, ndërsa do të eliminohen baktitë e infektuara. Kemi 2 raste në një fshat të Skraparit që quhet Polen, janë në 2 ferma që kanë rezultuar pozitiv mbas analizave të kryera nga ISUF dhe shenjave të konstatuara në teren nga veterinarët tanë. Në një fermë janë 191 krerë, në një fermë janë 72 krerë. Janë bërë të gjitha masat, ferma është futur në karantinë, pritet procesi eliminimi të kafshëve të gjithë tufave, të 2 tufave. Janë ngritur pika kontrolli në akset rrugore në bashkëpunim me policinë, sepse në Shqipëri është ndaluar lëvizja e kafshëve të imta. Vatra e parë e murtajës u shfaq më 9 qershor në fshatin Domen të Postribës, ndërsa janë edhe 2 vatra të tjera në Martanesh dhe Kastriot. Ministria e Bujqësisë përmes një urdhri ka ndaluar lëvizjen dhe shtektimin e baktive të imta, si dhe tregtimin e tyre në tregje të hapura për të parandaluar përhapjen e virusit PPR.